Ne shpatën e dëshkimit ja dorëzuam drejtësisë. Që do të thotë, duke hyrë në Bashkimin Evropian, kjo është e dyta gjë që garantohet një herë për gjithmonë. Dhe nuk varet se del një buf kënete dhe thotë do shkri spakun, apo se del një specie tjetër edhe përbetohet se do shkri drejtuesin e spakut, apo se dalin të gjitha speciet bashkë dhe premtojnë se me votën që do marrin, do ta kthejnë mbrapsht reformën drejtësi, do me thënë do kthejnë mbrapsht Shqipërinë. Nuk ndodh më kur të jemi në Bashkimin Evropian. Nuk varet më fati i askujt këtu në këtë vend dhe fati i vendit nga çit teket njërit e çit teket tjetrit që synojnë kreun e vendit. Kjo është e dyta. E treta, pse duhet ne të hyjmë tani në Bashkimin Evropian, është që standardet e bashkëtesës në të gjitha nivelet janë të garantuara. Nuk los do të më kush me to. Dhe nga ana tjetër, keni parasysh se ju jeni ato që mbani shtëpinë, nuk e mbajnë burrat shtëpinë. Burrat japin kontributin e tyre, patjetër, se tani larg qoftë tani ju e burrat ju duhen, nuk diskutohet se nuk po thot njeriu që por juve e mbani ekuilibrin, juve i dini llogarit. Kur hyjmë në Bashkimin Evropian, ne jemi vend përfitues. Bashkimi Evropian është një familje e madhe që ka dy kategori. Kategorinë e kontribuesve, që janë më të mëdhenjt, më të pasurit, më të fuqishmit, që japin nga xhepi i tyre për Bashkimin Evropian, dhe kategorinë e përfituesve, që janë më të vejlit, më pak të zhvilluarit, ata që kanë më shumë nevojë si puna jonë, që marrin nga këto kontribute. Pra, momenti që ne hyjmë në Bashkimin Evropian, përveç buxhetit, nga të ardhurat, nga taksat dhe nga ato pak ndihma, ne do kemi një buxhet tjetër, që do të jetë buxheti i vendit përfitues. Dhe këtë do ta kemi sa po bëhemi antarë të Bashkimit Evropian. Prandaj na duhet tani parafityroni që të gjitha këto t'i vësh në diskutim për mustaqet e Kujtim Gjuzit. E kuptoni se çfarë është kjo? Se nuk po numëroj tjerët, se thash, Kujtim Gjuzi është figura më domethënëse dhe mustaqet e tij janë vetëm një gjë madhështore në atë sport karavidesh, mbeturinash të historisë dhe produktesh të një kënete që nuk i është ndarë Shqipërisë që nga 1912. E fundit që kam është fjala e një gruaje shumë të madhe, që thoshte, nëse do të bësh muhabet, bëhe me burra. Nëse do të mbarosh punë, shko me gra. Dhe ajo ishte një grua e madhe, i vuri gjithë burrat në rresh, me thënë drejtën. Margaret Thatcher i nuk mori asnjë grua ajo në qeveri. Nuk mori asnjë grua në qeveri, po se në fakt kur je këtu dhe ju shef juve të gjithave, kur juve s'keni në i burr që t'ju bashkoj, pastaj filloni ndaheni. Por ajo që ka rëndësi për te i shakas është që unë kam shumë besim dhe pres shumë nga ju që në 11 maj ne të arrim fitoren e 10 radhazi, por jo thjesht fitoren e 10, se ajo nuk diskutohet, por fitoren e 10 me notën 10. Dhe jini krenare për çfarë kemi bërë dhe keni besim për çfarë duhet bëjmë akoma. Jini krenare për sa shumë kemi arritur.